Ndahet nga jeta themeluesi I Partisë Demokratike të Tiranës. Zydi Turdiu, një nga pasardhësit e familjeve të mëdha tiranëse, është ndar nga jeta këtë të njëjtë në 29 janar. Lajmin e trisht e ka dhënë deputeti demokrat Belind Kliçi, I cili ka nxjerrë në pa edhe kontributin e tij për Partinë Demokratike. Sot mbylli syt për gjithmonë Zydi Turdiu, pasardhës I një prej familjeve të mëdha tiranëse, familjes Turdiu. Zydiu së bashku me familjar të tij kanë qenë themelues të Partisë Demokratike në kryeqytet dhe antar që prej vitit 1991. Ai ka qenë kryetar I Komisionit të Revizionit Partisë Demokratike, antar I Këshillit Kombëtar deri në vitin 2000 si dhe kryetar I parë I shoqatës Tirana në vitet 1992, 1997. Sot Tirana humbi një qytetar model, familja e tij politike e Partisë Demokratike humbi një themelues, ndërsa Fisi Kliçi humbi një mik dhe të afër model. Shpirti I tij u preft në paqe, shkruan deputeti demokrat Belind Kliçi. 5 vite më parë, në mars 2021, Zydi Turdiu humbi edhe bashkëshorten Emel Turdiu, e cila ishte bija e familjes së nderuar Sakiqi, mbylli syt për gjithmonë pas një jete jo fort të qetë, me dallgë e tallaze.